Këtë dielën me datë 30 mars është dita e parë e festës së Fitër Bajramit. Kryemami i Bashkisë Islame të Ulqinit Ali Bardhi përcolli mesazhin e tij për të gjithë besimtarët e konfesionit islam, duke uruar që të arrijnë shpërblimin e muajit të Ramazanit dhe të festojnë me zemër plot Fitër Bajramin. Bashkia Islame në Maltëzi me Xhlisi i Bashkisë Islame Ulqin ka njoftuar se farzi i sabahut falet në ora 6 të mëngjesit, ndërsa namazi i Bajramit në ora 7:09 të mëngjesit. Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Të nderuam besimtar, vëllezër dhe motra, qytetar të nderuam, teleshikues të televizionit të UTA. Kam nderin dhe kënaqësinë që në emrin tim personal dhe në emër të kryesisë së Bashkisë Islame të Ulqinit, t'ju njoftoj se të dielen me 30 mars 2025 është festa e Fitër Bajramit apo Bajramit të madh, siç e themi në traditën tonë. Duke i lutur të Madhit Zot që të na i ketë pranuar të gjitha adhurimet tona. Festë e cila vjen pas një intensiteti me adhurime, me lutje, me lexim Kur'ani, me sakrifica të ndryshme si zeqate, sadaka, lëmosha e të tjera, të cilat i kemi realizuar gjatë këtij muaji të madhnueshëm të Ramazanit. Ne tashmë festojmë sepse jemi të denj për të festuar pas arritjeve që besimtari ka realizuar gjatë këtij muaji të madhnueshëm. Besimtarët e nderuam, kjo festë le të na gjejë gjithëve së bashku afër njëri tjetrit, me të dashur për njëri tjetrin, me të durueshëm për njëri tjetrin, sepse muaji i madhnueshëm i Ramazanit ishte ai muaj i cili ishte një edukus shpirtëror për të reflektuar në shoqërinë tonë me njëri tjetrin. Ndershëm besimtar, ne kaluam një muaj plot sakrifica dhe andaj ne në këtë ditë gëzojmë pasi jemi të denj për të gëzuar. Ti përcjellim gjithsecili mesazhet tona të urimit, të paqes, harmonisë, dashurisë, duke ja përcjellur atë njëri tjetrit dhe gjithë shoqënisë. Edhe një herë ju uroj festën e Fitër Bajramit, apo Bajramit të madh, siç e themi në traditën tonë, duke u lutur Allahu xhaleshanuhu që të na i ketë pranuar të gjitha adhurimet. Me gëzime festën e Bajramit. Bayramınız mübarek olsun.